Thuhet që qoftë në opozit, qoftë në qeveri, vetëvendosjen duhet trajtuar si duhet. Instituti. Dhe kryeministri jonë ka qenë Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk ka mujt me taku problemi numër 1 zyrtar qeverisë amerikane. Qeveria amerikane Kosovën ka suspenduar dialogun strategjik. Kongresmeni ka taku 6 një grupimi, 4 një grupimi tjetër. Kongresmeni, unë po them nuk e ka taku asnjë zyrtar amerikan. Ti Ermala, mund të shpelshuat fjalimin e Albin Kurtit në do më lëshuni vetë tjetër. Kjo flet pak më shumë për pozicionin pas, po kthehem te tema që e paralajmërove. Edhe nëse do t'ishte në opozit, secili do duhet ta trajtonte si duhet, sepse është partia më e madhe në hapësirën shqiptare. Hajde vetën sot gazetarja e Klan Kosovës që e pyeti Albinin, regjia. Minister, përshëndetje, një pyetje lutem. Pse s'jeni takuar me Donald Trumpin në Amerikë? Kryeminister, pse s'jeni takuar me Donald Trump në Amerikë? A ju ka prit ndaj kush atje? Kryeminister. Mas kësaj Ermal shohë vetën e Albin Kurtit në kuvend Kosovës që e merr në përgjithësi zotin Thaqis që s'ka taku zyrtar amerikan. Ai ka takuar në atë rast sekretarin e shtetit, personin e tretë më të rëndësishëm qeverisë amerikane, ndërsa Vjosa është presidente, edhe Vjosa e ka taku Donald Trump. Ndërsa Albin Kurti fol ato për presidentin. Lëshu vetën. Ai fol për presidentin. Albin Kurti fol për presidentin. Presidenti i Kosovës e ka taku Donald Trumpin. Ai flet për Kanë ka taku Vjosa tash. Ai flet kanë ka taku përfaqësuesin më të fuqishëm politik. Donald Trumpin. Unë ato, kemi fol. Ty të kanë kallzu Donald i garantë që kanë fol. Pa lidhje po çaj do fol. Ka taku Vjosa Donald Trumpin. Edhe Albin Kurti kuvend i drejtohet presidentit. Edhe Albin Kurti kryeministër në detyrë. Vjosa Osmani si president e ka taku presidentin amerikan. Kryeministër kur ka qenë tamam kryeministër me mandat plot, tamam kryeministër që ka prej sekretarit shtetit e drejtues të tjerë pas demokratët në mandat të rregull. Raport më të mirë në lëvizjen vetëvendosje Albin Kurti ka qenë është deklaruar publikisht që ata duhet me orë pushtet sepse me republikan nuk po mundet me pas Kosova raportet mira, sidomos me Donald Trumpin e Grenellin atë si përfaqësues, por nuk ka ndryshuar situata politike e Kosovës në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka shku me krejt. Domethënë me krejt me sekretarin e shtetit e poshtë. Ku qeveria amerikane ka sanksionuar Kosovën dhe ne flasim për raportet mira të Kosovës me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo është Kosova. Vjosa Osmani nëse mendohet në këtë pikë. Presidenti kujt është Vjosa Osmani që është takuar Presidenti Osmani ka një çështje ndryshe në raport. Presidenti kujt është presidenti e Kosovës. Okej, presidenti e Kosovës është takuar me Donald Trumpin. Presidenti e Kosovës pas ajo nuk ka pas ndaj takim të peshës madhe sepse nëse i merr peshën se caktojnë ana. Nëse i merr fotografitë me këshyr. Ja vjen dorën Trumpit, po Donald Trumpi cakton peshën. Nëse i merr me këshyr. Nuk jera në protokoll Trumpit me kallzu Donald Trumpi çfarë peshë me ajo fotografi jepet 4-5 sekonda kohë për pasuesit politik këtë rast presidentit. Ai takim që është marrë i Trumpit me president dhe lider tjerë politik, që aty janë botë njëta fotografi një 10 përfaqësues politik. Pas paramenot kish mujt Trumpi me diskutu me 10 prej tyre në detajuar për raport Vjosa presidenti i Kosovës, nëse s'është taku heq, as për çfarë që po e thoni, po e dini jo sa sekonda. A dhe çfarë po levi ose se Vjosa është në raportin e Kosovës. I shkoni Vedo, regjia vedo.